shqiptar që jetën e ka në Amerikë duket se rënjët i ka lëshuar thellë në këtë shtet të madh e me shumë sfida në të. Para disa javësh keni pas mundësi ta shihni Bleona Qeriti në Privekla në Kosova, teksa mes tjerash elaboroi deklaratën e saj që nuk jeton dot në një shtet që nuk e njeh presidentin. Për këtë ka edhe fakte. Fotografitë e bukuroshës për krah tashmë presidenti Trump qarkullua në përjat me shpejtësinë e dritës. A është e vërtetë mbetet të konfirmohet ditëve në vijim, por Bleona Qeriti me gjas jo rastisht u shfaq krah presidentit amerikan. Bleona pothuhet se është bërë pjesë e ekipës së madhe të Grenell, pra ajo jo vetëm pjesë e Hollywoodit me showbiz, por edhe me politik në shtetin amerikan. Kjo nënkupton se ky fenomen nuk kufizohet vetëm në përkrahje. Kujtojmë se këngëtarja u shpreh shumë optimiste për krejt globin, duke besuar fuqishëm në punën që presidenti i tanishëm do bëjë në vitet në vazhdim. A është Bleona Qeriti këngëtarja e radhës që ju ka politikës? Po presim të tjera fotografi.